Malja që mrapa, këtu jemi më në brendësi, a? Pa pra. Këtë tabeli, Sotir. Kalos Orisate. Shishi. Pas ka këtu buronja. Si në kuq. Pyeti qik, kaloj që i pyeti qik më apë. Hotel Sotira, pas ka hotel. Ku ka hotel të? Me pyeti me tjera, me tjera. Dita. Është për e e Sotirës ku që ka lagja. Sa kur që ka. Ajo faqja, ajo gryka atje. O, jam pas ka rapë. Që ka të shpia turët e qarë. Asi për to fotografi sa tushtë. Një ko rapi. Rapi po që ka E, po, rapi që nga tharë. Ajo shpia atje me kur të barë. Atë e ka bota një atë. Monument natyre. Të mërë. Pas ka dhe orë. Pas ka dhe orë këtu në Sotir, ora e fshatit, pas ka ngellur 8:05. Jo, është 85 tu. Pse është 8:05? Është 85 për këta. Jo, po, nuk punon, edhe kur të kthehemi nuk punon, më duket. Duhet jetë ketë qenë shkolla atje. Pas ka dhe një P atje. Po, e tjetra nuk duket. Si quheni sotri? Vangel Goga. Vangel Goga. Banoni këtu, në Sotir? Kam qenë mësus, kam qenë drejtor shkollë këtu në shkollë që tani s'ka asnjë nxënës. Kisha 110 nxënës atëherë. Kisha 110 nxënës. 110. Tani? Asnjë, në 95 unë mbyll fare. Unë mbyll fare. S'ka asnjë fëmijë në shkollë. S'ka asnjë. Asnjë. Po, fshati bukur, fshati madh. Fshati Kurbetit. Fshati Kurbetit. Të tërtikur. Të parët kanë ikur kanë shkuar në Romani. Nga këtu? Po, ka bile nga fshati në Romani ka qenë një profesor në universiteti. Para 900-ës. Shoqëria Sotiriote e Stambollit, në vitin 1908, ka pasur 216 burra në Stambol, nga fshati, nga Sotira. Gratë rinin këtu dhe burra shkoni për punë atje. Fshat Kurbeti. Fshat Kurbeti. Të gjitha këto shtëpitë e vjetra që janë këtu janë ndërtuar me atë djersë, me atë punë. Shkollën e kanë ndërtuar Sotiriotët e Amerikës. Në vitin 1926 të mbaroi 28. Filloi shkolla funksionim. Po tani emigrantët tani kthehen në fshat, bëjnë investime? Kthehen në Behar. Në Behar. Disa kthehen dhe erë të tjera. E ka rregulluar shtëpitë. I rregullojnë shtëpitë. Të gjithë i kanë rregulluar, i kanë. Po këtu janë dëgjosh, gjithmonë kanë folur të dëgjohet edhe shqip dhe greqisht. Po, shqipen e kanë mësuar në shkollë. Në shkollë. Greqisht flites. Greqisht flites, po. Edhe shqipen e kanë mësuar. Kanë mësuar në shkollë dhe kur kemi të bëjmë shqiptar, flasim shqip. Kur kemi të bëjmë nërtar, flasim greqisht. Dëgjosh. Po. Dëgjosh. Sot kanë ikur nga të 4 anë të botës. Që nga Australia, që nga Afrika Jugut, edhe ati kam vajtur. Në Amerikë dhe në Greqi. Brevi i Sotirës. Brevi i Sotirës është brevi i bardhë. I tillë brev është vetëm këtu në Sotirë edhe në Otovë të përmetit. Edhe në Otovë. Brevi i bardhë. Edhe gjithë kjo kuror që është këtu rreth e qark Sotirës është brevi i Sotirës. Brevi i Sotirës. Dhe sipër është kufiri. Është kufiri. Di popujt. Si mund të ngjitem tek ajo bora atje, që është mbi shkollë? Deri në një farvendi shkohet edhe me xhip. Se shkonte makina në kohën. Po? E parë shkonte deri afër të borës. Afër të borës. Po, shkonte makina. Zisi. Zisi. I kooperativës. I kooperative. Po pse çan bindit? Sillnin qereste. Qereste.
Për një qerestet? Breda, kishim shara, Aha. Me këtë ujë këtu? Kishim 2 mulluj, kishim dërë qëndral të vogël, për shatin, e për 28-ën, bëhem ishtë qëndralin tonë. Po. Do më thënë, deri atje... Deri afër, do shkojsh me makinë, tani jo, shkot deri të këto bredat e fundit tani me makinë. Deri aty? Po. Shkohet me makinë? Po. Po, në muaj shkurt, deri ku vete vjen bora këtu? Në muaj shkurt, varet, se ka rëndë këtu në shatë, 30 cm, 20 cm. Se shikoj tani që jemi fundi marsit, borë ka atje në kanal. Po, ka deri në gusht atje. Ajo është vërtopi? Po. Ajo maj? Jo, atje. Maja është Murgana që. Murgana që është. Po maja Murganës që vëtë? 1816 metra. 1816. Ja shikoj tani që 1816 në atë kanal atje ka, në atë dugin atje ka të borë. Ka, do ketë. Edhe në gusht, me poshtë, që rezohet të bora, rregulliset, me poshtë mban deri në gusht. Mban deri në gusht këtu. Atëre që s'kishte frigorifera, birat i ftohnim me dëborën që mirim në gusht atje. Kjo është shkolla, kjo është vatra kulturës, nuk kemi prishur asgjeneve. Me lartë të shkisha, klubi. Po këtu shpi, pashti kishi dhe një hotel. Është hoteli atje poshtë. Punon? Sa dhoma ka? Po, ka 6 dhoma. 6 dhoma. Do më thonë, qofë se vim këtu dhe dëshirojmë që të ngjitemi Po. atje në mal, Keni ku flini. të flem këtu, mos flem Gjirokastër. Po. Ka dhe hotel në Gjirokastër, ai. Kiki ka këtu. Kë hotel ka kjo? Kiki. Ashtu? Hotel Kiki. Atje tërk unaza që ngjitem për Gjirokastër. Ai hotel. Është nga këtu, nga Sotira. Po. Nësa kjo ka pasur tavernë. Unë. Kjo? Kjo tavernë. Po kam 2 vjetë që kam mbyllur. Po, atje për shumë për të futur në bredh, ku më bje më shkurt për të marrë një shtek për të vajtur në bredh? Këtër. Mund të vazhdoj me këtë makinë? Po, vazhdo. No, me një shikë të vështirësi, po. Arim deri në bredh. Arim, afër bredhit. Afër bredhit. Afër bredhit. Aty ka pyll pasaj, apo është? Pyll bredhit. Është djegur para 15 vjetësh, një pjesë e mirë e malit, e bredhit. 15 vjetë? Para 15 vjetësh, 12-15 kaq. Është djegur një pjesë e madhe, një muaj rjeshtë ishte zjarri. Zotri, në qëfë se unë si shtektar vi këtu në Sotirë, për qëfar duhet bidi unë këtu? Qëfar më shikon syri, edhe me qëfar më knaqet shpirti, sepse shtektarët duan të shikojnë natyrë dhe kulturë. Ajo dhoma që është atje, tani, ajo godina ishte muzeu i fshatit. Fatkeqësisht, u prisht, bazna vjetësh. Kam vjetur materialet të shumshme. Po kemi një mulli të vjetër, a kemi këtu? Kemi një mulli të vjetër, a i gati në rëzim. Po nuk mund të ndërtojmë, rindërtojmë që tjetë si muze? Do fonde. Do fonde. Do para. Çdo gjë që shikon me parat të fshatarëve tanë është bërë, jo me ndihma. E kuptova. Po kjo kishë kur është ndërtuar? Është vjetë. Ka 2 kisha bashkë, një çati. Edhe këmbanore është qena shumë e bukur. 1908 kaq. 1908 është. E kam për parat e Amerikës tu. E shrezuar e para. U bëte. Atje ka 2. Kështu 2 kisha. Është njëra nga sipër dhe një çati dhe njëra nga poshtë. E poshtë është me reja. Kush është shenjtori që pam atje që ishte Shën Sotiri. Shën Sotiri është. Është kjo e poshtë. Është shenjtori i fshatit. Dërsa tjetër është shën taksiarke. Taksiarkon. Fshati feston festën e Shën Sotirit, të dyja. Një në 6 gusht dhe një në 8 nëndor. Shumë falenderit për këtë intervistë spontane. Ja, këto pemë që shikon këtu tani bredhin, e kam sjell nga një vend tjetër në 75. Nga e ke sjell këtë bredh? Nga jap nga mali. Nga mali. Po si quhet ky bredhi me gjuhë shkencore? Bredhi i bardh. Bredhi i bardh. E thash që ka vetëm. Që këtu dhe në Tov. Ka pasur
Bi dikin shtëpi. Tu. Dikin e 23 shtëpi. Po ja shikoj tashti që ka automjete, ka mjete për punë. Kreplaku i fshatit është. Kreplaku, edhe punon. Vullnetarisht bën VPM, ja kanë vënë sot edhe atë VPM atje, rapin atje. Kanë vënë një rap tjetër atje. E kanë vënë atë rapin atje, kanë bjell. Kanë bjell rreth 4 repe sot. Kanë bjell, ka dalë Kreplaku i fshatit vullnetar. Ka mjetin e vetë. Se ka qenë jashtë shtetit ai, ka marrë pension tani. E po kështu, ka do më thonë, lëviz, ka punë. Lëvizim, po parashikojmë që brenda 20 vjeçarit s'do këtë asnjëri. Jo, me këtë parashikim jo. Po ardhëm të Të lutem. Ja jashtë shtetit, po. Po do vinë se ku do venë. Po ja, keshim 110 zonës, po s'ka asgjë. E po do kthehen. Ja shikoj këtë të rinj për shumë të janë. Janë këtu të fshatit. Jo. Janë vizitorë. Vajzë nga fshati. Vajzë nga fshati është ka dashnorë. E kanë ardhur për vizitë. E kanë ardhur dje dhe do ikin. Do ikin. Kështu, mirë dita. Po. Hajde. Ta përshëndesim. Jergo, ela Ljubo. Jana vjen dhe Kreplaku. Më bëri shumë përshtypje në këto 3 fshatrat tuaja. Edhe në Koshovicë, edhe në Vllongo. Ka me shumë Koshovicë. Edhe këtu te Kju, në Sotir, ju të priskeni dhe me buzëqeshje, të flisni me buzëqeshje. Si jeni mirë? Mirë dita. Mirë? Më falë se kam një kamera këtu dhe... A kamera është? Jo, s'ka gjë, unë jam gazetar. Punoj reporter dhe kam ardhur në fshatin tuaj për parë. Mirë bëre. Kemi mësuesi këtu të jep të dhenat me të sakta. E me të sakta, po më tha mësuesi që sot Kreplaku i fshatit ka marrë traktor edhe ka vajtur, ka bërë punë vullnetare, ka mbjellur pemë repe. Vu me repe dhe jashtë shikon, vu dhe në qendër aty në fshat. A nuk jemi këtu në qendër? Ne, Ishte i madh, shikoj. Ati dhe kisha? Kush ishte? Ai Ai rapi ishte ai. Po. Po i zuri smundja apo u tha? Ajo që ndryshket, që duket gjethja si me ndryshk. E kam parë që i ka zënë smundja dhe rapin e Libovës. Edhe atë. Ja, dhe kjo u tha. U tha nga e smundja. Edhe vëmë tani do zjen. Uj duan ato. Uj duan, po nga pemët tuaja, do më Ne thënë... nga fshati, repe të Si fshati kanë bërë të parë tanë, Po, E vëmë dhe ne. bjellën dhe neve. Që të tjerë që do vinë, t'i gjejnë. këti që. Qa të themi tjetër tani? Po si a qoni njërë? Si Mirë jemi këtu. Fshati Malor. fshat malor? Me pleqt njërë, si janë? Mirë janë pleqt. Kur ka nevojë, ndihmoni dot si kryesi. Thërisni në ambulanca, në i doktora, në i kështua. Pa tjetër. Nuk se murët asë. Nuk se murët njeri këtu. Nuk Se se është mure. klima e mirë. Po që nga për të ardhur këtu, për të prur njerëzit që të shërohen, se i mbyti smogu në Tiranë. Pa tjetër. Shtëpi pas keni plot ju këtu, Kemi, ja. ajër pastër pas keni, bredha keni, rruga e mirë, vje shpejt e shpejt, Pa tjetër. Tani të të nëse më mbajtë shumë. të mbajta shumë. Jo, dhe një. Ose pastaj. Mësusin këtu, mësusin, drejtorin e shkollës. E po që nga vërtet një qëndër, këtu vike për shëndet. Shiko tani, unë që kam shkuar në shumë vende, pasi dalin gjethet, është fshati me i bukur, bashkë edhe në gjithë Shqipërinë. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë, se kam dëgjuar këtë nga Fermoshi e deri këtu. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë. Basi gjelberon çdo gjë është bukuria rrallë. Mësus, duhet të futemi në udhë të mbarë, se me këto pasuri që ka, ky fshat është gjynaqe të vuaj. Do thosha do një laftë të matë, po nuk e them se... Do dhe shtet të vedor.
Po, nuk e kam me shtetin, se Rrugën, edhe shtetin njerëzit e bëjnë. Njerëzit do ta gjejnë rrugën e tyre. Rrugën duam neve që Rrugën, ta zgjerohet rruga. Zgjerohet rruga se është e vështirë dhe murët janë katë për të rënë, që kohën Italis janë. Rruga. Ne, Aha. Italia kam. Po ajo ura e vogël që ishte atje, që atëre? Që atër Italia. Rruga dobilistike këtu ka ardhur në vitet 30. Po ata asfalt që keni? Asfalti u bë tani në 2300. Aha. Nuk e zgjeruan pak rrugën. Ja. Po. Fshati. Deputeti u interesua dhe... Po kështu kur interesohen nuk deputetët, do presim gjithmonë nga deputet. Jo, njerëzit i bëjnë dhe deputetët, njerëzit e bëjnë dhe shtetin, njerëzit e bëjnë dhe fshatin. Tani, po duan të jenë deputet, në ndihojnë atëre. Jo, deputetët... Me zgjedhjet me Po votime jo, ndihojnë. mërë zotëri, po njerëzit i bëjnë Pastaj unë deputetët. basima. Po njerëzit i bëjnë deputetët. Njerëzit që bëjnë fshatin, njerëzit bëjnë dhe qeverisje, njerëzit bëjnë... Kur rim pastaj kërkojmë nga një njeri ne, atë e kemi keq. Jo, njerëzit. Mos e im asaj punë, se ajo punë është e vështirë që ta analizojmë. Si ta analizojmë. Po, me një mësus, më vjen mirë ta bëj këtë muhabet, se fjala e parë që më tha ishte që kisha 110 nxënës. Me 110 nxënës, i nxirja nxënësit tu, punonin gjithë, pastronin fshatin. Me aq forsa që kishe këtu dhe edhe bëje bredhin. Një 10 ditë pastronim komplet rrugën automobilistike nga Gurët, se s'kishte asfalt atë. Po ti kishe njerëzit këtu, i merri ata njerëz edhe... Po, shumë faleminderit. Tashti ne do mundohemi të shkojmë deri në Bredh. Deri në Bredh me këtë makinë, sa të shojmë Bredhin edhe... Sepse kemi dëshirë të ngjitemi atje në atë maj atje. Po së ditë rrugën, është që ke vështirë. Jo, unë dua sa të prek borën, se pastaj gjiten vetë deri atje në maj. Makina nuk do vetë djerë atje. Do vi një herë tjetër, Deri në një prua. Do vi një herë tjetër kur tjetë bora, do shta vitin tjetër që bora tjetë më poshtë, do vim që të ngjitemi me ski atje. Me ski? Me ski atje. Se këtu më duket sikur jam në Zvicër ose në Austri mua. Ku të shikojmë me ski, atëherë të marrim prapë me kamera, të shikojmë. Se ka ardhur njerëz të më fshat me ski. Po duhet të shikosh reportazhet e mia, sepse tash sa kam ardhur nga Korabi, kam qenë majt Korabit me ski. E dua të hip dhe këtu me ski. Ja provoj. Po ta nxjerrësh televizor ta shohim edhe ne. Po do na prisni këtu. Duam që të na hapni shtëpit ku ne të flem, të vim këtu, të shëtisim. Do vim djem. Do vinë djemë nga Tirana të shëtisen, nga Elbasani, është një grup shumë i mirë në Elbasan që shëtisin. Ata do vinë të parë që të ngjiten në këtë mal. Kemi hotel, kemi restoran me shumë kushtet e mira. Që mund të rini sa të doni. Po këtë e beson që unë mendoj se njerëzit këtu do vinë, sepse është vend i mirë. Është vend i mirë, edhe nuk do ta lëmë vendin. Ore zotëri, pash atje që është park, është zonë mbrojtur, natyrore. Është mbrojtur. Edhe ne mundohemi që mos prishim edhe pemë, aty nuk janë prerë, pa të gjëra që... Ja, kjo na vjen mirë kur ju gjejmë kështu. Edhe ka ardhur këtu, bën kryeplakun, bën punë vullnetare. Ja, këto janë shumë kujtë e mirë. Ç'do bëjmë, të ndihmojmë. Të falenderoj shumë. Edhe ne falenderoj edhe deputetit që kemi se na ndihmon çik. Mua për deputet... Jo, nuk na ka harruar qeveria. Ai ka punët e qeveria. Qeveria na ka harruar. Dgjoj. Harrojmë apo kemi vdesur? Ju këtu keni kisha, po. Faleni, luteni, besoni. Unë nuk jam mësuar me fe, por i respektoj. Sepse kam të dëgjuar që Krishti i tha. Kishë është e vjetër? I tha kështu, Krishti i tha kështu. Nësë tha për kishë që është shumë vjeqare? Më tha. Nuk është kshatru akome në atër kohë? Dua të them që edhe ju e dini që ai që ka qeverin duhet të ndihmojë. Të vi shikoj si rojnë e ca njerëz. Por ka dhe një që tjetër. Kur nuk të ndihmon, mos të pengoj. Ka për të tyrë, mos të pengoj. Po të vi shikoj edhe njerë të qa ndim dua dhe këto njerëz këtu qërinë. E tashti marrim rrugën e malit për të shkuar deri ku kemi mundësi. Më përpara kjo rrugë dilte sipër deri në kuadrën 1600-1700 metra në Luadhe.
Po në thamë fshatarët që jo, se është prishur. Ingli, si të duket? Me gjemi. Vënd i bukur? Po këtë nuk e kam bërë park kombëtar. Po park kombëtar i braktisur. Këto 100 metra këtu blokojnë rrugën për të vazhduar për të ngjitur nga Sotira sipër për të dalë në Bredh.